Humbi jetën pas ndërhyrjeve në spital, Ministria e Shëndetësisë kërkon hetim për vdekjen e 52 vjeçarit në Durrës. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka urdhëruar zhvillimin e një hetimi të thelluar administrativ për mënyrën se si është trajtuar rasti i 52 vjeçarit me inicialet AA nga Durrësi. Sipas njoftimit zyrtar, verifikimet do të përfshin jo vetëm procedurat e ndjekura nga strukturat spitalore, por edhe veprimet dhe përgjegjësitë e shërbimeve sociale që kanë qenë të përfshira në menaxhimin e rastit. Për këtë qëllim, drejtues të operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor dhe të shërbimit social shtetëror ndodhen në teren ku po kryejnë kontrolle dhe po mbikëqyrin procesin e hetimit administrativ në strukturat përkatëse Durrës. Ministria bën me dije se pacienti ndodhet aktualisht i shtruar në Spitalin Rajonal të Durrësit ku po merr trajtim mjekësor. Paralelisht po shqyrtohet i gjithë dokumentacioni shëndetësor dhe administrativ si dhe përgjegjësitë e personave të përfshirë në trajtimin dhe transportimin e tij. Sipas autoriteteve, në përfundim të hetimit do të merren gjitha masat administrative ose ligjore që do të rezultojnë të nevojshme, ndërsa theksohet angazhimi për transparencë të plotë dhe zbardhjen e të gjitha rrethanave të ngjarjes. 52 vjeçari përdorues heroine, përdoruesi i trajtimit me metadon dhe mbartës i HIV-it, kishte kaluar afro 2 muaj në spitale dhe rreth 20 ditë më parë ishte operuar në qendrën spitalore universitare. Pas rikthimit në Durrës dhe daljes nga spitali, gjendja e tij shëndetësore u rëndua duke bërë të domosdoshme një tjetër ndërhyrje kirurgjikale në Spitalin Rajonal të Durrësit. Aktualisht ai ndodhet në repartin e reanimacionit në kujdesin e ekipit mjekësor. Mjekët bëjnë të ditur se gjendja e tij paraqitet e qëndrueshme pas operacionit fundit dhe nëse ecuri avion pozitive pritet të transferohet në pavion.